para daljes në atyr mundësish mos me pi kafen, se e kam rutin që një kafe me pi me shoqet mas vrapimit, e kafen e dytë me pi me bashkëshortin shpe, ose fmit kur do që janë ata vikendeve aty, nuk është që e konsumojnë shumë, po me bashkëshortin pak më shërben për me fillu ditën edhe mundohem që qatë kafe në mëngjesit për me da ditën, me këqyr qka kemi me bo, me këqyr qka me qenë dita me fmit, drejke na kemi planifiku diqka, kemi dikë musafir. Edhe aty e dojmë tani, i dojmë detyrat tona, po sidomos pas daljeve në gërmi, kafja e rituali kafes me shoqë është, si the, njeri u merë prej të mirave, po ne edhe ndojmë gjana që na shqetësojnë. Nëse kam një problem, kam shumë qef me kërku mendime prej shoqët. Njëjtën e bajnë edhe ato. Po në fakt, problemi nuk është diçka e keqe, është diçka që të shtyn me ecë për para, dhe të gjetë prapë një diçka që të shtyn për mirë. Kur po them problem, po e them sfidat cilat na preokupojnë se cilin. Qasja me fmit, gjithi kemi fmit në moshë të pubertetit, ka një herë si nane nëza vetën që duhna me gjetë një mënyrë të komunikimit që është ma e, ndoshta nuk është ajo që onë po e boj, kam nevoj mi pytë shoqet e mija, kanë sfidat tila, sfidat për me u gjinë me punt, me angazhimet, besa me mësu najher naj recet mirë që bojnë naj drejkt mirë, të letë, që smerë shumë kohë, me nëzispres me u pa bashk. Menoj që socializimi vlerë, e sidomos shoqënia e mirë, është shumë e rëndësishme. Pasuria ma e madhe dhe unë ndihem e vetë muar me mendu që nuk kam e pas meq. Mendoj që ajo është fundi im, kur Blerta do të mbetet e vetme e pa meq dhe nuk du kur me mendu që do t'jem në i herë. Duket Blertë, sepse dje rastësisht hyna thashme që nëse jo me Blertën në emision, hyna në Instagram të Blertës. Edhe e këshyra thash, okej, mbi 20.000 followers, njerëzit që të duan, po që kam la për shtypje, ke që Blerta i pa 3.000 e ma shumë që Blerta i për cjellë të tjerët. Kështu që kjo rallë ndodhë në ftyra publike, për shambull, një analizë kështu kotë, adin pas darkës, thash, wow, sa mirë, thash, Blerta pas ka ndjek më shumë se 3.000 persona që i bie, që ti i nje, komunikon me ta, i don, i vlerëson, dhe për dalim nga fytyra publike, të cilët mundohen me pas sa ma të kufizum numrin që e përcjellin ata. Edhe kjo ranë sy edhe u vrejt Blertë që ti je shumë komunikative, shumë e dashur me njerëzit. Vlera, puna jone dhe jotja dhe imja lidhen me njerëzit. Dhe po e them, unë